Të dashur miq dhe për më tepër juve bashkëdhetar që jetoni në Francë dhe doni të aplikoni për mbështetësinë franceze, po ju paraqes ligjin e ri me 2 ndryshime madhore për vitin 2026. Pra ndryshimi i parë ishte niveli B2 i gjuhës, jo më B1. Dhe tjetra, janë 40 pyetje për 5 tema të përgjithshme në të cilat për 25 minuta më falni, të duhet të përgjigjeni në 32 për tyre, saktësisht. Nëse jo, do duhet të prisni radhën. Sigurisht këto janë në masa drastike për të filtruar sa më mirë pikërisht ata qytetarë të devotshëm, të cilët jo vetëm kanë përfituar, por edhe janë integruar dhe kulturuar sigurisht me shtetin francez. Për më shumë informacione, sigurisht juve do të gjeni linkun në komentin e parë. Suksese, uluni, shkruani, mësoni, se nuk është më parajs.